Për 22 vjet me radhë, BDI kishte pushtetin lokal, kishte pushtetin qendror, kishte ministra zëvendës, kryeministra, deputet dhe drejtor institucionesh. Kishte gjithçka përveç një zgjidhje të plotë dhe të qëndrueshme për emrat e rrugëve në Tetov, thuhet në reagimin e Blen. Sot, në vend që t'jap llogari pse kjo çështje mbeti e pazgjidhur për më shumë se 2 dekada, sipas Blen, BDI përpiqet të plasë për afate njëvjeçare dhe të kërkojë fajtor diku tjetër. Prandaj, para se të kërkoj llogari nga të tjerët, BDI duhet t'u tregojë qytetarëve pse pas më shumë se 2 dekadash në pushtet la pas vetes një çështje të pambyllur dhe një problem që vazhdon të rëndojë mbi Tetovën. Në fund, faktet janë shumë më shumë se deklaratat politike. Tetova nuk e trashëgoi këtë problem nga Blen. Tetova e trashëgoi nga ata që qeverisën për vite me radhë dhe nuk e zgjidhan. Për dallim nga ata që për vite me radhë e lanë këtë çështje pezull, Blen thotë se komuna e Tetovës tashmë ka komisionin përkatës, i cili po punon për një zgjidhje të plotë ligjore dhe të qëndrueshme të emrave të rrugëve. Qëllimi, sipas Blen, është që ky proces të mbyllet një herë për gjithmonë me emërthime të harmonizuara, të regjistruara dhe të pakontestueshme, në mënyrë që qytetarët të mos përballen më me probleme që janë zbaritur për dekada. Tetova ka nevojë për zgjidhje, jo për justifikime. Prandaj energjia jon është e përqendruar te mbyllja e këtij kapitulli e jo te kërkimi i arsyetimeve për dështimet e së kaluarës, thuhet në reagimin e Blen.